Sistemi ynë kushtetues dhe institucional, dy institucione i dallon nga përditshmëria, le thosha, e ushtrimit të funksioneve të tyre, e ato janë pozicioni i presidentit dhe gjykata kushtetuese, që realisht duhet me qenë pozicione në kuptimin njëra politik e tjetra në kuptimin e balancit kushtetues dhe institucional, me siguru ushtrimin efektiv të pushtetit dhe institucioneve dhe ky pozicion dorën zemër në kohët e fundit nuk është ushtruar në mënyrë të duhur nga ana e institucionit të presidentes, përkatësisht presidentes Osmani. Që është të vërteta në arenën ndërkombëtare mund të themi se ka pas një performancë më të mirë në raport me atë që ka në fakt kemi pa në nivel vendi. Veprimeve të zonjës Osmani do të shtoja edhe disa të tjera, për shembull është presidentja që tashmë po e përfundon mandatin dhe e ka falë vetëm një person. Domethënë nuk e ka ushtruar njërin prej kompetencave përgjithësive të saj kushtetuese, që është jashtëzakonisht dekorajuese për gjithë atë kategoritë personave që i plotësojnë këto kritere, për me kjo shpërfaqës në bindjen time atë pozicionin e saj në drejtim të mos ushtrimit të përgjithësive në mënyrë të duhur. Prandaj një president ose presidente e cila do të duhej ta ushtron të pozicionin konform detyrave dhe përgjegjësive kushtetuese, ka pas një numër konsiderueshëm të nismave legislative të cilat janë vlerësuar të dëmshme dhe ka pas mundësi që të njëjtat t'i kthej për shembull, më sa më kujtohet, edhe ligji për Komisionin e Pavarur për Media ka pas absolutisht material hapësirë të mjaftueshme që ta kthej kuvendit, asnjëherë nuk e ka bërë dhe për vite ka qenë le të thosha notere e qeverisë në përgjithësi, ndërsa momenteve të fundit është përpjek madje edhe me pjesëmarrjen në protest që të përpiqet të ushtrojë atë parimin e komplet përgjithësisë që ka në raport me pozicionin, mirë po që në fakt nuk i ka ushtruar dhe një president ose presidente që i ushtron këto përgjithësi do t'i duhej vendit, por një e tillë vështirë se do të mund të arrijë. Pozicioni aktual i skenës politike ka qenë një momentum jashtëzakonisht i mirë që me prodhu një president ose presidente mbi partijak, përtej partive politike, për faktin se numrat janë të tillë që e determinojnë, mirë po për fat të keq, domethënë skena politike, partitë politike me sa po vrehet, akoma nuk janë pjekur mjaftueshëm deri në atë stad sa t'i ofrojnë një president të tillë vendit e natyrisht me shumë gjas si rezultat i kësaj, vetëm është pastaj kur, por besoj që me qasin që po vrehet nga ana e subjektit politik fitues, do të ketë ndoshta orvatje dhe tentativa që të ofrohet ka korriko ose edhe ka korriko se gushti mundësia që vendit të shkojë në zgjedhje në Talemi këtë pak, ligjërisht çfarë ndodh nëse presidenti nuk zgjidhet deri me datën 4 mars? A shkon vendi automatikisht në zgjedhje të parakohshme apo ka edhe hapa tjerë kushtetues? Çka na flet kushtetuta, a ka dispozita të qarta në këtë pjesë? Janë dy momentume kur vendi shkon në zgjedhje për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentit. E para është në rast se nuk arrihet me u marrë numri i mjaftueshëm i nevojshëm i votave në rundin e parë dhe të dytë prej 80 deputetësh, përkatësisht 80 vota për, me kusht që me qenë në sadh dhe në proces votimi, përkatësisht në kutitë e votimit duhet me qenë 80 vota për, ndërsa në rundin e tretë 61. Në rast se në këto 3 runde nuk arrihet asnjëri prej kandidatëve me i marrë këtë numër të votave, atëherë vendi shkon në zgjedhje me automatizëm dhe duhet të mbahen jo më vonë se 45 ditë. Dhe është situata e dytë kur dështon procesi i zgjedhjes së presidentit në afat prej 60 ditësh nga momenti i fillimit të procedurave për zgjedhjen e presidentit. Kjo është kur konsiderohet që ka nisë procedura?
Procedura në kuptimin formal konsiderohet e nisur në momentin kur një ose më tepër kandidat arrin me i siguru së paku 30 nënshkrime si kushti domosdoshëm për ta filluar procesin e përgjedhjes, i cili natyrisht që në këto rrethana nuk ka fillu. Ndërsa momentumi ose situata siç mund lehtësisht të arrihet, është rasti kur, siç e thash, Neni 86 thot në mënyrë eksplicite që presidenti e vendit duhet më zgjedh në periudhën jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit ose presidentes aktuale, mirë po dispozitat kushtetuese çka nëse mbas kësaj date aktualisht janë të heshtura dhe kjo do të prodhonte në bindjen time në rast se për herë ndodh një president në shpërputhje me afatet kushtetuese, por që me automatizëm vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje pa vendosur për këtë nga ana e gjykatës kushtetuese, ose në rast se ka vullnet të subjekteve politike, atëherë mundet me shku me shpërndarje të kuvendit prej 2/3 të deputetëve dhe vendi me shku në zgjedhje me organizu brenda 25 dite. Ndërsa në rast se vendi nuk e zgjedh, kuvendi nuk e zgjedh presidentin deri me datën 4 mars, me automatizëm nuk ka dispozit kushtetuese që vendit mundet me shku në zgjedhje. A ka opsione apo skenar që për shembull kjo nisja e procedurës mund zgjat, nuk fillon hiç deri me datën 4 mars, nuk zgjidhet deri me datën 4 mars, shkon marsi, vjen prilli. Edhe automatikisht një ushtrues detyre të presidentit e kemi, sepse vazhdon Zorin Haxhiu. Nga data 5 prill e këtij viti, me automatizëm Zoni Haxhiu bëhet presidente në detyrë, e cila natyrisht që nuk ka ndonjë kufizim në drejtim të ushtrimit të përgjegjësive të saj, mirë po është me mandat të cunguar dhe me ushtrues detyre, por në rast se nuk ka, domethënë, procedura për me fillu, atëherë rrjedhimisht besoj që subjektet autorizuar duhet me u drejtu gjykatës kushtetuese për marrë një përgjigje në raport me situatën çka nëse nuk arrihet më zgjedh presidenti ose presidentja e vendit brenda afatit kushtetues, sepse në instancën e fundit dispozitat kushtetuese nuk janë të natyrës sugjeruese, mirë po janë të natyrës urdhëruese dhe në bindjen time mos respektimi i këtyre afateve e cënon në masë të madhe rendin ton kushtetues dhe ligjor dhe mbi të gjitha vazhdimsinë institucionale, sepse në instancën e fundit dispozitat kushtetuese pavarësisht mungesës së një dispozite sanksionuese në mënyrë eksplicite siç është rasti me situatën konkrete, ato janë ato për të zbatuar dhe duhet gjykata kushtetuese të përcaktoj sanksionin se deputetët në rastin konkret do duhej me ndërmarrë veprime para përfundimit të këtij afati.